Sa më shtëlluar kriza politike, përfaqësuesin një e Lidhjes përpjekje Demokratike të Kosovës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. një përpjekje vetëvendosjes për ta imponuar formën e votimit. Faleminderit shumë kryesues. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. Siç u tha edhe më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Është e vërtetë që rregulloria nuk lejon debat në seancë konstituive, por gjithashtu është e vërtetë se në asnjë pikë të rregullores nuk thuhet që mundesh me ndryshu mënyrën e votimit pasi që ke hyrë në proces. Ne jemi në proces dhe krejt çka lejohet është që të procedojmë me votim. Kaq. Nëse ju do të procedoni, natyrisht që kjo lëndë do të dërgohet në gjykatën kushtetuese.